Hoxhë nderuam, tema e sonshme është iftari, një temë shumë e mirë. Po, Më mirë se si fyri. Jo, si është muhabeti, ditën e parë zakonisht iftari është top temë. Edhe në muhabetit e përditshme, domethënë edhe te gratë në kuzhinë, edhe te punëtorët në punë, edhe agjeruesit, studentë edhe agjeruesit në administratë, këtë vesin iftari kur është e para. E dyta çfarë do ham iftari, dhe edhe gratë në kuzhinë normalisht brengosen, kanë dëshirë që agjeruesit që kanë familjet të ofrojnë iftarin më të mirë të mundshëm, domethënë, që tregojnë ata kujdesin për familjarët që i kanë, kujdesin për mysafirin, agjërimin, për familjarët që kanë, agjeruesin përgjithësi, po sidomos kur edhe fëmijët agjerojnë, ditë e parë zakonisht shumica e anëtarëve të familjeve muslimane agjerojnë, edhe do thotë anvisja në shtëpi, gruaja në shtëpi kujdeset që atë knatësi shpirtërore që e kalojnë me agjerim, edhe atë lodhje nga agjerimi, në sofrën e iftarit, domethënë t'i krijon kushtet jashtëzakonshme, kushtet që domethënë veç për Ramazan mund të ndodhin apo shtëpiat tona, edhe ajo në atë formë të gjen një lloj satisfaksioni, kënaqësie te Allahu xhelal, se këta agjerues, këta adhurues këtu, këta që kanë nejtë pa bukë, pa ujë për hatër tanë, edhe unë si robreshe jote mundona me i nderu ata me një sofër të mirë. Kështu që patjetër i bekon edhe iftari fillimi muhabeteve tona. Alhamdulillah.